rikthimi i Artan Grupit pas 14 muajsh në Arati nuk është vetëm një kthim personal, është një moment që ka të rrëzuar nervin më të ndjeshëm të shoqërisë, drejtësinë. Një zhvillim që menjëherë prodhoi dy narrativa. Njëra flet për funksionim të sistemit, tjetra për marrëveshje politike. E kalkuluar gjithsesi, por kalkulimi vjen në bazë të një marrëveshje politike në mes të VMRO-s dhe BDI-s, apo vjen nga kalkulimi i një marrëveshje të zotit Grupi me organet e drejtësisë. Në dyja rastet ka një marrëveshje. Vendimi për arrest shtëpiak me arsyetimin siguri personale thelloi edhe më shumë dyshimin publik, sepse në një shoqëri ku besimi në drejtësi është i ulët, çdo rast i profilit të lartë lezohet politikisht. Dhe këtu ka ndodhur çudirat më dhaja. Mjalkov ai ndroi adresën dhe i dhan para burgim në hotel. Burgu shtëpiak me një pronë private është një prej masave të cilën e parasheh kodi penal dhe aty duhet mbetet ajo me kaq.